إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtet falenderimi I takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ata të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humbë. Atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu I vetëm dhe pashok është ai që e meriton adhurimin, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar Allahut. Data e këtij takimit është 20 Dhulhijja 1445, 26 qershor 2024. Takimin e fundit që kemi pasur në këtë xhami ka qenë mejliset në Sahih Muslim. Për arsye se kam bërë një ndryshim të planit të mësimeve për shkaqe të ndryshme, ai mësim do të mbahet në një formë tjetër inshallah taala. Kështu që e kemi zëvendësuar me një mejlis I cili do të ketë tema të ndryshme, jo varg temash, duke I lënë gjysmën e kohës pyetjeve që kanë pjesëmarrësit apo ata që e dëgjojnë nëpërmjet Telegramit. Po thosë njëta metodë e takimeve që kemi pas çdo ditë ende në Durrës. Takimi I hapur, një temë, një hadith, një përkujtim, pa përshtuar mundësi që mund të jenë 2 ose 3 tema, po jo vargje temash të gjata. Dhe më pas duke I lënë pjesë pyetjeve inshallah taala. Duke shpresuar që në kohën e pyetjeve të zgjerohemi në 1-2 pyetje dhe pjesët e tjetër të pyetjeve të jenë të shkurtra. Pra le të themi 2 pyetje të kenë shansin më të madh të përkushtimit të kohës, që të jetë dhe si pyetje e cila të marri përgjigje në disa drejtime dhe të sqarojë disa pjesë më kryesore të asaj teme. Si të jetë një studim I vogël I përshtatur për nivelin e pjesëmarrësve. Sot qëndrojmë në një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili flet për një hakika, një realitet që askush prej besimtarëve nuk arsyetohet në injorimin e këtij kuptimit që mbart ky hadith. Madje e gjithë e keqja që I ndodh individit në shoqërinë islame është injorimi I këtyre kuptimeve, ose I këtij kuptimit dhe kuptimeve të ngjashme që mban ky hadith I pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të shpëtuarit nga gabimi
është i pamundur. Madje kjo është pjesë e akidës islame të pastërt që njeriu nuk shpëton nga gabimi. Kullu bani Adam khata. Të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtarë. Sado që të përpiqet njeriu nuk shpëton nga gabimi. Është i nevojshëm që t'i kërkojë falje Allahut subhanahu wa taala për dobësitë, mangësitë, shkeljet apo te i kalimet, ndoshta edhe më keq, mëkatet e mëdha që ai bën. Pjesa më kryesore është të di ky njeri këtë realitet, mos ta harroj. Dhe të di pasojat dhe gjurmët e dobësive të tij në jetë. Nëse është i vetëdijshëm për këtë gjë dhe i shërben kësaj çështje, do të vazhdoj ky njeri të jetë në mirësi të madhe nga Allahu subhanahu wa taala. Të jetoj gjallë me besimin e tij. Shumë e rëndësishme që besimi i njeriu mos të kalojë thjesht në një zakon. Wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Kështu i gjetëm në etrit tanë, ka rinë në një familje islame dhe e dinë se kjo çështje bëhet kështu dhe kështu do ta bëj edhe unë se babai, gjyshi ose stërgjyshi jemi familje hoxhallarësh dhe shprehje të ngjashme si ka. Njëri duhet ta ndjejë besimin. Edhe duhet të përpiqet për të, duhet të mundohet për të. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon në Kur'anin e Kerim walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata të cilët mundohen, përpiqen, sakrifikojnë, shpenzojnë mund sakrificë. Jahadu fina lanahdiyannahum, ne do t'i udhëzojmë ata në rrugët tona të mirësisë. Kjo është mirësi nga Allahu subhanahu wa taala që ka bërë disa rrugë mirësie. Nëse nuk ke mundësi të bësh këtë, bën një tjetër. Nëse nuk ke mundësi të bësh këtë, bën një tjetër. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Çdo kujt do t'i lehtësohet ajo për të cilën ai është krijuar. Rrugët e mirësisë, cila do qoftë ajo rrugë, ajo karikon besimin, gjallëron atë, pastron zemrën dhe rrit pastërtinë e shikimit, leximit, të ndjeshmërisë së njeriu në besimin e tij. Nuk të është dhënë në këtë pjesë, të është dhënë në një pjesë tjetër. Nuk është të është dhënë të falësh shumë namaz nafile, të është dhënë të agjërosh, agjëro. Nuk të është dhënë të agjërimit, të është dhënë sadakaja, jepe. Të është dhënë istighfari, leximi i Kuranit, mësimi i Kuranit të tjerëve. Subulana, të janë rrugët. Allahu zot rrugët tona. Nëse në ajetin e anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. Kjo është rruga ime e drejtë, thuaj o Muhammed, thuaj besimtarëve se kjo është rruga ime e drejtë. Ndiqeni këtë rrugë, tu ka ardhur njerëz se kiet për qëllim ideologjia, menhexhi, rruga, metodologjia, rruga e të vërtetës, cila është një, bindja ndaj Allahut dhe bindja ndaj Rasulit sallallahu alaihi wasallam. Kema amar, siç ka urdhëruar. Ndërsa këtu bëhet fjalë për rrugët e mirësisë. Pra, vepra të mira të cilat njeriu i bën. Mendon se vepra e mirë do të ishte një, mundësia që ti të bësh të mira, të arrish shpërblime, të ishte vetëm një. Sa e vështirë do të ishte. Një personit e ka shumë të vështirë të fali namazin e natës. Një tjetër e ka shumë të lehtë. Një tjetër e ka shumë të vështirë të nxjerrë paran. Allahu azza wa jalla ashtu e ka krijuar. Por e ka të lehtë
të fali namazin në rreshtin e parë, ta presi atë 5 vaktet. Këto të gjitha janë rrugë mirësie. Plotësojnë dhe mbështesin njëra tjetrën. Madje tërheqin njëra tjetrën. Por duhet dhe njeriu të përpiqet të mundohet. Walladhina jahadu fina. Ata të cilët përpiqen, mundohen. Njohja e këtij realitetit, të ndjerit e kësaj gjëje, mos i mungoj njeriu kjo dijeni, duke mos hyrë pra në gaflet, që një pavëmendshëm, është një mirësi e madhe që Allahu Azza wa Jall ka dhënë këtij njeriu. Hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam tek i cili qëndrojmë për ta medituar dhe më pas i lejmë vend pyetjeve, është një hadith të cilin e transmeton Imam Hakimi në Mustadrekun e tij, Tabaraniu në Mu'xhamin e tij të madh. Sheikh Al-Albani rahimahullah e ka cilësuar hadithin të saktë në Sahih al-Jami' 1590 nga Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma, i cili tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fas'alu Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum. Imani, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith, imani vjetërsohet në brendësinë e secilit për jush, ashtu siç vjetërsohet ropja. Fas'alu Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum. Lutuni Allahut që t'ju ripërtëri imanin në zemrat e juaja. Të gjithë ne e kuptojmë rëndësinë e lidhjes me shembull të prekshëm për kuptimet. Pra sa rëndësi ka të kuptuarit e disa kuptimeve kur preken me gjëra, kur jepet shembull i gjërave të prekshme. Një robë e vesh një javë, një muaj, 5 muaj, një vit, e shikon se ajo ka ndryshuar. Madje fillon të dalë qefit, i ka dalë boja, kanë dalë fijet, ka ndryshuar ngjyra, është zbehur dhe fillon mos ta pëlqesh. Siç ndryshon kjo robë dhe vjetërsohet, ashtu ndryshon besimi në zemrat e juaja. Këtë e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në këtë hadith ka argument që el-imanu yazidu wa yanqus. Besimi shtohet dhe paksohet. Pra ka argument që besimi dobësohet. Se ka argument që besimi pasi është dobësuar mund të riforcohet, të përsëritet, të forcohet, të rritet. Dhe ka argument gjithashtu që duhet të jesh i vëmendshëm tek ky kuptim. Këtë gjëja ka drejtuar pejgamberi alayhi salatu wassalam besimtar. Në përgjithësi e kanë dëgjuar kryesisht sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Njerëzit më të zgjedhur pas pejgamberëve janë shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Janë shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.
Ndodh tek shumë njerëz që pasi hyn në besim, rehatohet në atë pjesë dhe thotë unë këtë gjë e realizova dhe hap syt në diçka tjetër, duke menduar se këtë pjesë e ka kryer. Dhe se ju rrit ndera, më thoi za, ka bo punë të madhe. I duket sikur ka shumë njerëz që e ndjen këtë gjë. Dhe harrojnë se imani ka nevojë për shërbime, për kujdesje. Çdo gjë në jetën e njeriu në këtë jetë ka nevojë për kujdesje. E ndërton një ndërtesë, nëse nuk mirëmbahet, vjetërsohet. Dhe bëhet e papanueshme. E kaplon e temi lagështia, probleme të ndryshme, elektrike, hidraulike, e më radhë. Dhe sa bëhet e papanueshme. Ndoshta një shtëpi e re e lën pas dore në shërbime, për një kohë të shkurtër bëhet e pabanueshme. Çdo gjë në këtë jetë ka nevojë për shërbime të vazhdueshme. Dhe e çuditshme që është e njeriu se sa i përkujdesshëm është në përgjithësi në bërjen e shërbimeve të çdo pjese që i takon kënaqësisë të kësaj jete. Një pakicë nga njerëzit e përjetojnë këtë gjë në aspektin e besimit. Shkon një person kam makinë, i ndron vaj, i ndron filtrat, i bën shërbimet, i ndron gomat, mat me ato kilometrat, bën librin e shërbimeve, quhet libri i shërbimeve. Dhe krenohet të ta jap makinën me libër shërbimesh, të data, me shënimet e duhura që janë bërë gjatë gjithë historikut të përdorimit të këtij mjeti. Se sa i kujdesshëm është treguar. Nëse e bën pyetjen, po njeriu i ka për veten e tij një libër shërbimesh, ose e ke parë ndonjëherë librin e shërbimeve tuaja? Çfarë kanë atë? Kur i ke ndruar për herë të fundit ato shërbimet periodike që duhet i kesh. Ne falim namazin 5 herë në ditë. Kjo nuk është rastësi. Agjërojmë 1 muaj në vit, nga 12 muaj agjërojmë 1 muaj. Pra jo 10 ditë për ditë, nga 12 muaj agjërojmë 1 muaj. Dhe në çdo ditë dhe natë, në mesin e saj ka 5 namaz. Në ato që ne përpiqemi dhe mundohemi dhe lodhemi, nga pasuria, japim 2.5% të sajt. Dhe pjesët e tjera, përveç parave, po ta shohësh në atë mas, paka shumë shkon. Pa shpenzojmë për sajt. Të gjitha këto janë fakte se duhet punë. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat. Ata të cilët kanë besuar dhe kanë punuar vepra të mira. Kanë besuar dhe punën e kanë pasur në vazhdimsi. Jazaan bima kuntum ta'malun, shpërblim e asaj që ju keni bërë. Namazi është nga veprat që njeriu kontrollon nivelet e shërbimeve që ai ka. Pra aty të ndizen llampat. Interfejsi i llampave të shërbimit e ke tek namazi. Aty e krahason njeriu veten e tij se si i ka hallet. Nëse e fal në kohë, nëse e fal i përkushtuar, nëse ndjen namazin që e fal, nëse ky namaz e ndalon nga veprat e ndaluara, nëse syu i loton, zemra i friksohet, shpirti është i gjallë me besimin dhe Allahu subhanahu wa taala e të tjerë më radhë.
Këto i ndjen në namaz. Të gjitha veprat e besimit ndikohen në to. Namazi është në veçanti më i ndjeshmi, shtylla e besimit. Edhe për shkak se është kaq i ndjeshëm, ka këtë pozitë në Islam. Cila pozitë? Që falet 5 herë në ditë. Vetëm kaq duhet të dim, jo duhet të dim që kanë qenë 50 herë në ditë për të falë. Po Allahu subhanahu wa ta'ala na lehtësoi e bëri 5 me shpërblimin e 50. Imagjino se sa i rëndësishëm është ka qenë që të falesh 50 namazë në ditë. Pra duhet t'i thrasi mendjes ai i cili përton për 5 namazet. Se këto kanë qenë 50. Wa hunna bi ajri 50. Allahu azza wa jalla ka ulur nga 50, i ka bërë 5 me shpërblimin e 50 namazeve. Është lidhja e robit me Allahun subhanahu wa ta'ala. Nëse kjo lidhje është e saktë, rrugtimi i këtij njeriu është i saktë. Nëse është e dobët, rrugtimi i këtij njeriu është i dobët dhe rrezikon mos të arrijë. Ka një trajtim më të veçantë sa që shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk shikonin asnjë vepër tjetër. Lënia e saj të jetë kufër përveç lënies së namazit. Nuk shikonin asnjë vepër tjetër. Lënia e saj të jetë kufër përveç namazit. Ky ka qenë besimi i të gjithë shokëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka qenë çështje në ijma. Nuk ekzistonte si mendim. Edhe atëherë më pas nuk duhet të ekzistojë si mendim, përderisa nuk ka ekzistuar tek një i vetëm nga sahabët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të namaz jo vetëm në vetveten e tij, por edhe në kushte tepër të vështira, nuk është toleruar falja e tij vetëm. Nuk është toleruar falja e tij vetëm, jo falja mos falja. Në kushte tepër të vështira, nuk është toleruar falja e tij vetëm, që tregon që falja e tij me xhamat është obligim. Është namazi i frikës, që falet në luftë. Një pjesë lufton, një pjesë falet, një rekat. Pastaj kthehen këto, mbrojnë dhe tjetër, përcon rekatin tjetër derisa e përfundojnë namazin. Të dy grupet së bashku, të shkurtuar, sepse shkurtimi në origjinë ka qenë pjesë e namazit të frikës. Sahabët më pas i thanë pejgamberit alayhi salatu wassalam që ne jemi të sigurt tani, nuk kemi frikë, pse mos ta fali namazin të plot, dhe i tregoi pejgamberi alayhi salatu wassalam që kjo është sadaqatullah, faqbalu sadaqatahu, lemosha Allahu azza wa jalla mirësi. Pika që duhet të tërheqë vëmendje në të është se në luftë nuk u tolerua namazi tek e tek. Falë ku të duash. Kur të duash gjej një cep dhe falë. Jo. Për të treguar rëndësinë e kësaj. Këtu ndizen llampat të gjitha. Ujë, faj, fitra, gjitha këtu ta shohësh. Jap shembullin me gjëra të prekshme për kuptimet që ne duhet t'i ndjejmë, t'i kuptojmë, t'i jetojmë atë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon këtë realitet. Shumë njerëz që nuk jetojnë me besimin, pasi e qasin atë, është se mungon tek ata ky kuptim. Këtë se e ka kryer. Kjo jetë sado që të lodhesh, sado që të jetosh në të, është metaun qalil, kënaqësi e pakët, një kohë e shkurtër, sado që të jetë, nuk ka për
qenë zakonisht më shumë se 100 vite, pa çka se më e njohur është çka ardhë në hadith 60 deri në 70. Në krahasim me atë që njeriu synon, është mas kohe e pakrahasueshme. Kërkon mund, sepse plaçka që Allahu Azza wa Jall ka përgatitur për ata që punojnë është e shtrenjtë dhe kërkon mundim. Diçka tjetër që tërhiqet vëmendja në këtë hadith është se asnjëherë nuk duhet harrosh o njeri se ti je i dobët, makhluqun dhaif. Je i dobët, je krijesë e dobët. Asnjëherë mos thuaj unë, di unë, e bëj unë, kam unë, e arri unë. Dhe pjesë e kësaj është asnjëherë mos bëj ta'jir, kërkosh ta turpërosh një person, ai e që bon këtë, ai që është kështu, të dhkuruhu bi ma'asihi, e përmend atë me mëkatet e tij. Mos e bëj këtë, se rrezikon të sprovohesh. Çdo kush që i përmend mëkatet tjetrit. Nëse ti ke shpëtuar nga një mëkat, le të themi, pirja e duhanit, ti nuk pin duhan. Masha Allah, te barakallah. Dhe kur është një vëlla tjetër që është i sprovuar me të, kush ai duhan pirsi, ndoshta sprovohesh ti më pas me këtë vepër të shëmtuar, të keqe, me këtë mëkat, haram. Asnjëherë mos i përmend njerëzit, sepse kjo që ti ke arritur është mirësi nga Allahu subhanahu wa taala. Falendero Allahun azza wa jalla për atë që ka dhënë. Ndoshta ai ka këtë mëkat dhe nuk ka të mëkatin tjetër që të haj mish crudo, për gjallë, lahma akhihi, mejten, fakarihtumu. Ati ti vjen era duhan, e ty ndoshta nga goja të vjen era kërë me mish të gjallë, duke përgojuar tjetrin, e tjetrin, e tjetrin. Si herë mos i nënvlerësoj njerëzit, apo ti përbuzësh ata për shkak të mëkateve të tyre. Sa arritja jote, ose çka mendon ti se ke arritur, është nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe nëse nuk e ke këtë ndjenjë, një kohë shumë shpejt do të vi që ti ta humbasësh atë të mirë që ti mendon se je i burmosur ti për këtë gjë. Është zakoni jote, origjina jote, forca dhe burimi i kësaj arritje që ti ke arritur. Përse do të vi një moment dhe do të zhvishesh ka jo mirësi, edhe do të mvishen gjëra të tjera të shëmtuara si ajo apo ato që ti s'pëlqeve të tjetri, që natyrshëm mos t'i pëlqesh, por nuk është natyrshëm ta përbuzësh tjetrin dhe ta përflasësh atë. Kjo kuptohet nga fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, fas'alullaha an yujaddid al-iman fi qulubikum. Lutuni Allahut që t'ju ripërdori besimin në zemrat e juaja. E arritë besimin, këtë rigjenerim, këtë forcë, nga kush e kërkon që ta japi? Nga Allahu subhanahu wa taala. Çdo gjë wama bikum min ni'matin fa min Allah. Nëse e jeton në robërinë tënde, i bindur për dobësinë tënde, i qartë dhe i bindur për nevojshmërinë që ke, që Allahu subhanahu wa taala të japi mëshirë, falje dhe të ndihmoj, ta ndjesh kuptimin real, la hawla wala quwwata illa billah, nuk kam asnjë forcë, asnjë mundim, asnjë veprim, vetëm se me atë që Allahu subhanahu wa taala më jep. Duhet njeriu mos të largohet nga lutja. Lutja është arma e besimtarit. Njeriu pa lutje
është njëri i qarmatosur. Njëri i qarmatosur në një jetë lufte. Inna shejtana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Shejtani për ju është armik. Konsiderojnë atë armik. Pra jeni në luftë mes teje dhe shejtanit. Nëse ti je i pa armatosur, plagose jote është nga gjërat më të thjeshta. Arma e besimtarit është lutja, që do thotë al-laja'u ila Allah azza wa jall. Të kthehesh tek Allahu subhanahu wa ta'ala, wa amma ila rabbika farghab. Ktheu tek Zoti jot. Ktheu me lutje, me mbështetje, me pendim, me kërkesë ndihme, me tawakkul, me raja, me khashje, inabe. Kërkoj të gjitha këto nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe dobësia jote do të kthehet në forcë bi fadlillah, me mirësi nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Thjesht kërkohet një mundim nga ana jote. Mos i mendoj gjërat e vështira se nuk i arrin me forcën tënde, por arrin me ndihmën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajo që të duket e pa arritshme, me ndihmën e Allahu subhanahu wa ta'ala bëhet e mundshme dhe e thjesht dhe e lehtë. Me kaq mjaftohemi për tretimin e kësaj pjese, kësaj teme, me të hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke i lënë vend pyetjeve nëse ka. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك